Dashi, në punë do mbizotëroj qetësia, sepse e dini gjithni si të sileni me kolegët dhe të zgjidhni situatat pa drejtje. Në çift, nëse dëshironi të përmirësoni marrëdhënien, zmadhoni fleksibilitetin. Kokfortësia dhe inati nuk sjellin asnjë përparim. Beqarët do nisin një lidhje të pasionuar, ndjenjat do jenë intensive dhe do ndjeni në joshës se kur më parë, por kujdes me pritshmëri. Organizimi i punës do jetë shembullor dhe përqendrimi i pallogaritshëm, pavarësisht lodhjes së rastit, do ju ndihmojë të arrini çdo objektiv. Në financa, situata mbetet e vështirë dhe përmirësimet pritet të vijojnë ngadalë. Kërkoni këshilla nga ekspertë dhe krijoni një plan kursimi për të shmangur stresin e mëtejshëm. Demi. Gjatë kësaj dite do ndihemi me nerva të ndezura dhe mund të shfaqni pakën e pabarazive në sjellje, por kujdesuni të dëgjoni këshillat e bashkëshortit ose partnerit, sepse nuk do mund t'i zgjidhni të gjitha vetë. Beqarët mund të takojnë persona që sapo kanë dalë nga një histori e mëparshme. Fillimi mund të jetë sfidues, por me durim situata do përmirësohet dhe emocionet do rikthehen. Në punë, profesionalizmi dhe vetbesimi juaj do ju tregojnë udhën e dorë, askush nuk mund t'u ndërpres vrollin. Në planin financiar, ndryshimet do jenë të mira dhe mund të përjetoni rritje të përkohshme në të ardhura. Përfitojeni për të stabilizuar bilancin dhe për të ndërtuar një rezervë emergjence. Binjakët. Sot do merrni vendime që do sjellin kthesa pozitive në jetën tuaj. Guximi për të vepruar në momentin e duhur do shpërblehen. Për çiftet, ditët e kësaj kohe do jenë fantastike. Partneri do ju mbush me vëmendje dhe zemra do ram më fort se zakonisht. Si rezultat, edhe bashkëjetesa do thellohet. Beqarët do jenë të gatshëm të bëjnë sakrifica për të ndryshuar statusin dhe fryma e re e dashurisë do përfshijë ditët tuaja. Në punë, vendimet e mençura dhe strategjia afatgjatë do jenë aleate, do fitoni respekt dhe mund t'ju ofrohen mundësi të reja. Financat do fillojnë të ekuilibrohen dhe ndjenja e qetësisë kur të shpenzoni do rritet, pasi do keni krijuar një plan të shkëlqyer menaxhimi. Gaforja. Energjia e sotme do ju shtyjë të lëvizni dhe të mos qëndroni pasiv, por kujdesuni që kërkesat ndaj partnerit të mos jenë të pamatura. Tensionet e tepërta mund të ndezin debate të panevojshme. Beqarët duhet të rishikojnë mënyrën e flirtit, duke u përqendruar te vetbesimi në vend të lojrave emocionale për të ndryshuar statusin sa më shpejt. Në punë, ngarkesa e madhe mund t'ju bëjë të humbisni fokusin. Organizimi i prioriteteve dhe ndihma e kolegëve do bëjnë diferencën. Financat kërkojnë riorganizim të plotë. Krijoni një buxhet mujor me shpenzime dhe kursime të qarta për të siguruar që edhe e nesërmja të jetë e qëndrueshme. Bëni pushime të shkurtra për të mbajtur energjinë në nivele optimale. Luani. Nëse synoni qetësi, distancohuni pak nga ata që ju mërzisin dhe ruani energjinë për veten. Në çift, shkresa që gjërat do ndryshojnë do mbizotërojnë. Partneri do tregojë më shumë tolerancë dhe mirëkuptim, ndaj mos prisni debate. Beqarët duhet të ruajnë shpresën deri në fund, sepse her pas here fati vjen kur nuk e prisni. Mos dorëzoheni. Në punë, ziliqaria s'ka vend. Bëni lëshime dhe bashkëpunim me kolegët për të shmangur rivalitete. Financat kërkojnë reflektim të thellë para çdo shpenzimi. Një analizë e pasaktë mund të krijojë probleme. Mbani gjithmonë një plan B për rastet emergjente dhe mos I lini borxhet të grumbullohen. Virgjëresha. Hëna, Urani dhe Merkuri bashkëpunojnë për t'ju ofruar qëndrueshmëri emocionale dhe qetësi të brendshme. Në çift, dita do jetë e këndshme, bashkëpunimi dhe buzëqeshjet do jenë përgjigje ndaj çdo sfide dhe do ndiheni të pathyeshëm si ekip. Beqarët nuk duhet të përpiqen në ngunë të afrojnë dikë. Çdo përpjekje e detyruar mund të përfundojë me shkënjim. Në punë do konkretizoni projekte të mëdha që keni ëndërruar prej kohësh dhe do filloni një nismë ambicioze. Mbështetja e kolegëve do jetë kyçe. Buxheti her pas here do kërkoj kujdes të shtuar. Mendoni 2 herë para çdo investimi dhe ruani rezervat për emergjencat e mundshme. Dëshorja. Plutoni do rrisë ndërgjegjshmërinë tuaj sot, duke ju bërë më të vëmendshëm ndaj detajeve dhe më të saktë në çdo hap. Në çift, atmosfera do jetë e ngrohtë. Do shprehni më shumë ndjenjat dhe do krijoni momente intime që forcojnë lidhjen. Beqarët duhet të shmangin vendimet e nxituara. Impulset e pamenduara mund të sjellin keqkuptime dhe probleme afatgjata. Në punë, profesionalizmi juaj do të vijë në pa dhe marrëdhënia me kolegët dhe shefat do përmirësohet. Filloni një etapë e re në karrierë. Në financa, ndiqni një strategji strikte menaxhimi. Bëni një plan kursimi të rregullt për të ruajtur ekuilibrin. Një bisedë e hapur me një këshilltar financiar mund t'ju ndihmojë të vendosni prioritetet e duhura. Akrepi.
Sot do ndjeni të motivuar dhe më pak të nervozuar se zakonisht, pasi vjet janë në favorin tuaj emocional. Në çift, komunikimi do jetë pa probleme të mëdha dhe do bëni përpjekje për të ruajtur harmoninë, bashkë mund të planifikoni një aktivitet që ju afron edhe më shumë. Beqarat do kenë disa takime interesante, por ndjenja e pasionit nuk do ndizet menjëherë, prisni sinjalet e duhura. Në punë do tregojeni të devotshëm dhe do keni ide të qarta për projekte të reja, kolegu do ju vlerësojnë për mendimet e mirëfillta. Financat do jenë të trazuar, ndaj qëndroni të kujdesshëm me çdo shpenzim dhe rishikoni buxhetin para çdo investimi. Një analizë e hollësishme e të ardhurave do ndihmojë të shmangni vështirësitë. Shigjetari. Nëse ju kërkohet të nënshkruani kontrata, dyfishoni kujdesin ose shtyni firmosjen për një kohë tjetër, sepse tani nuk është momenti ideal. Në çift do përjetoni një val pasioni dhe romantizmi, komunikimi i hapur do ndihmojë që çdo dyshim të largohet dhe zemra të rrah fort. Beqarët duhet të shmangin presionin për të përshpejtuar ndryshimet statusore, lëreni lidhjen të linjë natyrshëm për të shmangur shkënjimet. Në punë, dëgjojini intuitës dhe ndiqni instinktet, ato do ju drejtojnë drejt zgjidhjeve më të mira. 3 planet mbrojtës do sjellin fat në aspektin profesional dhe do keni mundësi për përmirësime të ndjeshme financiare. Një vëmendje e shtuar tek detajet do maksimizojë përfitimin. Britsjapi. Kjo ditë do jetë e qetë dhe lirshme nga streset e mëdha, duke ju dhënë energji pozitive. Për çiftet, harmonizimi i komunikimit do të jetë imikim për të tjerët. Do dini si të shpreheni dhe të dëgjoni partnerin në mënyrë të shkëlqyer. Beqarët do preferojnë të presin kohën e duhur për një lidhje cilësore dhe do shmangin presionin social për ndryshime të nxitura. Në punë, lodhja mund të vijë, por vendosmëria dhe përkushtimi do ju ndihmojnë të përmbushni çdo detyrë. Suksesi kërkon durim. Financat do jenë goxha të mira, kështu që mund të lejoni edhe disa shpenzime për investime të mençura. Një plan i thjeshtë i kursimit do sigurojë emergjencën e ardhshme. Ujori. Sot durimi juaj do shpërblehet, me qetësi dhe pa nxitim do arrini qëllimet e ëndrruara. Në çift, partneri do jetë gjithmonë pranë jush dhe do përpiqet të plotësojë dëshirat. Kjo do shtojë pasionin mes jush, sidomos në mesdit. Beqarët do ndihen magnetik dhe mund të nisin një lidhje pasionante pa shumë hezitim, prandaj veproni me besim. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do jetë çelësi i suksesit. Mos u tregoni mendje mëdhenj, pasi ekipi punon më mirë së bashku. Financat do përjetojnë një transformim njësor dhe pozitiv. Përfitoni nga mundësitë për të investuar në ide të reja, duke ruajtur gjithmonë një rezervë për emergjencat. Peshqit. Sot do ndjeni në formë të shkëlqyer dhe emocionet do jenë intensive, edhe kur të përballemi me sfidat më të vështira. Në çift, dita do jetë ndryshe nga e kaluara. Partneri do zbulojë anë të reja që do ju ofrojnë edhe më shumë dhe do adhuroni pasurinë emocionale të lidhjes. Beqarët do mësojnë të vlerësojnë kohën e vetmis dhe nuk do nxitohen të pranojnë çdo ftesë. Presioni kalimtar mund t'i largojë rastet reale të dashurisë. Në punë, marrëdhënia me kolegët do konsolidohet, duke sjellë një ambient më të qetë pune. Në financa, shmangni rreziqet e mëdha. Vendimet e nxitura mund të kenë pasojë afatgjata. Një agjendë e mirë shpenzimesh do sigurojë stabilitetin e ëndërruar.